Është zhvilluar këtë të martë mbledhja e Këshillit Bashkiak të Vlorës, dhënia e ndihmave ekonomike për muajin mars 2025, miratimi i tavaneve të të ardhurave dhe shpenzimeve për buxhetin afatmesëm vendor 2026-2028, marrëveshje për pagesën e detyrimeve të prapambetura dhe kalimin e pronave publike në administrimin e bashkisë, shpërblime financiare për dëme nga djegjet e banesave në Vlorë dhe dëm shpërblime për disa familje të prekura. Çështjet e rendit të ditës. Këshilltarët e kanë fokusuar debatin së pari tek pika 4, marrëveshje për pagesën e detyrimeve të prapambetura dhe kalimin e pronave publike në administrimin e bashkisë. Debati është përqendruar midis këshilltarit opozitës Gjertnika dhe mazhorancës. Ndërsa objekti i marrëveshjes është pagesa e detyrimeve të prapambetura të shoqërisë rajonale të ujësjelljes kanalizimeve Vlorë, objekti i marrëveshjes nuk përfshin gjobat për pagesa të vonuara për detyrimin sipas pikës 1 të këtij neni. Pagesa do të kryhet me këste mujore, ndërsa kushti domosdoshëm i lidhjes së marrëveshjes është pagesa e të paktën 5% të vlerës së detyrimit të përcaktuar sipas nenit 1 të marrëveshjes. Ndërsa afati i kryerjes së pagesave është që do të kryhen brenda datës 20 të çdo muaji, pas ardhës në degën e thesarit. 006 që ka vënë ai në kontratë është për detyrimin e ri 190 që nuk është për të mbetur. Po dhe 800.000 euro, 800.000 euro që ai do t'ju të lutem, okej, të mbaroj këshilltarin. 800.000 euro që duan t'i falin ujësjellësit nuk kanë logjik. Sepse më vonë nuk ta lejoj, nuk po e falim, e ke shumë gabim. Këtë gjë nuk mund ta thuash se s'ta lejoj. Po mirë, më nuk po e fal, po e kontabilizon, po e kontabilizon që mos ta marrësh kurrë. Nuk mund të thuash të po e kontabilizon që mos ta marrësh kurrë. Ti flyen detyrimin, të thuash të pavërtetë. E kontabilizon si detyrim interesash dhe në një moment të dy pas 1 2 3 4 5 vjetësh çfarë do ndodhi? Zoti Nika, faleminderit. A ka mundësi të mos sqaroni ky grupi punës me urdhë të brendshëm, ç'a analize financiare ka bërë që kanë dalë në këtë kontabilizuar të gjithë detyrimin, referuar të gjithë rakordimeve mujore që kemi me ujësjellësin. Po nuk e ka këtyre rakordimeve ka dalë vlera, jo. Detyrimi është 264 më thatë herën e fundit. E diskutuam, kemi pasur 3 orë debat në hedhjen e fundit. Kryebashkiaku Ermal Dreda ka kërkuar mirëkuptim në të mirë të vjeljes së detyrimeve. Sa i përket ujësjellësit. Tani, ne kemi bërë debat që ditën e parë që më kanë filluar në Këshill. Edhe nëse ka pasur ngacmime nga ana e opozitës, të paktën ka qenë gjithmonë ujësjellësi. Si do e zgjidhni, si s'do e zgjidhni, doja merrni lekët, s'doja merrni lekët, ju vodhën, s'ta vodhën, ju nuk jeni të zoti merrni lekët. Tani, ulen tavolinë dy palë, bëni negociat gjatë, arrihet një marrëveshje gjithmonë duke u bazuar dhe në kushtet financiare që ka kompani për të shlyer borxhin apo detyrimin që ka ndaj bashkisë. Ne kemi kërkuar më shumë, nuk diskutohet. Por ata bëjnë analizën e tyre të kostove, ku janë, ku s'janë. Ata mund të thonë që do japim të gjitha sot, po si kanë. E atë do bëhet një marrëveshje nul, që do të thotë nuk do shlyhen asgjë. Jemi ulur disa herë, kemi negociuar disa herë dhe kemi arritur në këtë lloj akordi të paktën të dyja palët, duke u shpalosur ky detaj edhe në komisionet që kemi bërë bashk. Mbledhjen e fundit nuk la dakord sepse nuk kishte trajtuar fare pjesa e kamatvonesave, apo jo. Po, kamatvonesat, normalisht Akumi, kur ka bërë marrëveshje me të gjitha bashkitë e tjera, kur ka bërë procesin e transferimit nga bashkia te Akumi që ka kthyer pastaj në detyri rajonale, nuk e ka njohur fare kamatvonesën si proces të tjerat. Ne, për të transmetuar dhe zërin tuaj te drejtoria e ujësjellësit, po edhe ne, për të qenë përgjegjshëm me gjithë procesin, nuk mund ta falim atë borxh, apo jo. Dhe po të shikosh me vëmendje kontratën që është bërë, se s'dua të përsëritem tani, aty është shumë e qartë. Ne nuk na ndalon juridikisht që të vazhdojmë procesin më pas, por të paktën të fillojmë të marrim disa të ardhura se na takojnë. Pastaj pjesa e afateve kohore varet gjithmonë me pjesën e të ardhurave që ka vetë ujësjellësi. Nëse ujësjellësi nesër i të ardhurat më shumë performon më mirë, ne kemi gjithë drejtën e botës të rihyjmë në negociat me ata zotrinj atje. Dhe t'ja rrisim këtë. Edhe kreu i këshilltarëve socialistë Ervis Moçka në fjalën e tij ka kërkuar respektimin e marrëveshjes, ndërsa e ka quajtur politik reagimin e Nikës. Jo çdo projekt vendim ka vënë për debat politik dhe besoj se këtu po bëhet politik. Mendoj që të gjithë kanë bon sensin nga të gjitha krahët që të gjenë një zgjidhje për një borxh të mbartur të ujësjellës kanalizimeve Vlorë ndaj bashkisë dhe sot i kërkohet Këshillit të marrë një vendim pikërisht për këtë borxh. Tashmë ta thjeshtojmë pak, ne jemi kredidhënësit se kështu i bie, na kanë këtë kredi, na kanë këtë borxh ujësjellës kanalizimet, të cilit është ngritur një grup pune për ta përmbledhur, ka negociuar dhe nga gjithë negociatat
por është se këtu bëhet pyetje për grupin negociator, nuk jam duke kërkuar se çfarë kanë negociuar, por problemi është që nga të gjitha çfarë kanë arritur për të cilën vetëm këtë marrëveshje, që do të thotë, më Yselsin ka rënë dakord vetëm për principalin, brenda këtij kalendari dhe me këtë ndarje që është bërë kuotë mujore. Yselsi, me sa morëm informacion dherën e kaluar, por dhe tani nga drejtori nuk ka planuar asnjë lloj negociate tjetër, që do të thotë nuk pranon kamat vonesën, nuk pranon gjobat e tjerë. Jemi para faktit. Do planojmë të mbledhim këtë që ofrohet sot dhe më pas në bazë të asaj që kundërshtuam dherën e kaluar, se mos të rikujtojmë, nuk është se kundërshtuam vetëm pala tjetër, kundërshtuam dhe ne kur nuk ishte parashikuar kamat vonesa, pra sot ka ardhur e parë me një nen shtes marrëveshja kur thot qartë që bashkia nuk e i dorë, pra pranimi principalit që ka pranuar dhe Yselsi pagohet, nuk nënkupton heqjen dorë nga gjobat, nga interesat, dhe nuk nënkupton që nuk do të vazhdojmë procedurat si administrative, si gjyqësore. Dhe procedura administrative do të thotë që mund të ketë dhe negociat tjetër për vjelen e gjobave, interesit e tjerë me radhë, mund të vi një marrëveshje tjetër specifike vetëm për atë, apo nuk bjen dakord, mund drejtohesh gjykatës për... Me 33 vota pro, 5 vota kundër dhe 1 abstenim, është miratuar marrëveshja për pagesën me këste të detyrimeve të prapambetura, për taksën e ndriçimit, pastrim gjelbërimi si dhe taksës së pasurisë për kategorinë familje të agjentit shoqëria rajonale Ujësjellës Kanalizime Vlorë.